të na qysh rruhet ajo, është e dedikume edhe nëse e fut në plastik, edhe nëse e fut në materje plastike, duhet rruhet në ambientet ftofta dhe të errta, pa prezencën e rrezeve diellit. Po ti kur shkon me marr një shishe ujë, i gjen para dyqanit, janë të ekspozuar në diell. Plastika, ju thash se uji nuk është vetëm H2O brenda, po i ka elemente tjera. edhe shumë sene tjera, ka dhe bakterje, se një numër i caktuar me bakterje neve na vyn, që kishim bo tomlin, që ish bo qumë shtikas, mas me pas bakterjet fermentuse. Na vyn edhe për lukt na vyn, edhe tash ka bakterje jo apatogjene të quajtura, apatogjene, ka hekur, nën prezencën e rrezeve diellit, zhvillimi i fotosintezës, ushqehen hekuri, bakterjet që janë brenda, ushqehen me qatë hekur edhe e keni vrejt që bëhet një shtresë e gjelbërt në ato shishe. Ajo është rritën sasi enorme të mezofileve për shembull, jona për tëne, ose edhe alga, mundet më zhvillu edhe alga. Kështu që çdo sen, dielli, do të thotë dielli, sa është dielli është diell. Muj me thonë parafërsisht njësoj si uji, mirë po edhe dielli edhe uji, nëse keq trajtohen, atëherë din me na kthy bumerang